Derisa ne bëjmë të këto investime, që rregullojmë rrugë, rregullojmë xhami, rregullojmë kisha, ndërtohet prapë. Njerëzit janë vetëdijsuar pak a shumë. Tani problemi më të madh e kemi që ne si duhet ecim rrugë, se ne jemi një popull që vështirë e kemi derisa ta akceptojmë. Unë po flas vetë nga përvoja ime. Fillimisht unë kam menduar se është një sëmundje që dëshirohet. Fillimisht kam menduar që çfarë duhet bëjmë që ndoshta do bëhet si fëmijët e tjerë. Momentin që unë e kuptova që kjo betejë do jetë deri në fund, atëherë vendosa si duhet punoj me këtë fëmijë dhe si duhet të eci tani rrugës. Por një gjë duhet ta kuptojmë. Kjo është një luftë shumë e madhe. Prindrit vetëm nuk ja dalin dot. Ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për ndihmë të shtetit. Pse vijnë divorcet më të mëdha? Pse vijnë problemet më të mëdha? Se në familje dikush të kupton, dikush nuk të kupton. Nuk kupton, janë shumë gjëra që lidhen me këtë gjë. Të paktën ai prindër në një farë mënyrë jetën e ka ferr, sepse imagjino fëmia e vet ta shikojnë atë gjendje. Të rrallë janë ata që janë të mençur shumë, siç thua ti. Po, ajo është shumë e vërtetë apo thonë ne. Ajo është, domethënë, gjëja më Po për çetë arsye, Besa. Por ama, kur kemi dhe raste të tilla, kështu që si sot ti kuptojmë këta prindër, ti kuptojmë këta fëmijë dhe të bëjmë derisa ne bëjmë të këto investime, që rregullojmë rrugë, rregullojmë xhami, rregullojmë kisha, ndërtohet prapë cili qytet.